Për sezonin turistik të këtij viti, Vlora nuk do të ketë problematika në akset rrugore në cilat është ndërhyrë nga projektet e ndryshme. Natyrisht, gjithçka pritej të mbyllej brenda muajit mars, por ka patur dhe vonesa për shkak të projektit të ujësillësit të implementuar në qytetin e Vlorës. Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dreda, ka konfirmuar se ndërkohë ka nisur puna në disa akse rrugore për shtrimin e rrugëve, ashtu si edhe do të ndërhyjet shumë shpejt në aksin i cili nis nga Ujë i Ftohtë në Radhim, me qëllim që rrugët ku ka patur shqarje për shkak të projekteve të jenë gati për sezonin turistik. Si më thënë që rrugët e qytetit Vlorës me një do të ndërhyjet, kjo edhe për të paraprirë sezonin turistik, pra çfarë do unë dua të jem paktën edhe në koherencë me veten, po qoftë edhe pjesë të transparencës që dua t'i shpreh komunitetit vlonjak. Kam bërë një deklaratë dikur në muajin tetor mos gaboj vitit të shkoj, që kam thënë deri në muajin mars të gjitha këto akse kur janë bërë çarje nga investimi i ujësillësit për ujin e pishën 24 orë. Dhe sot jemi para një fakti që ende nuk kanë mbaruar, kjo nuk do të thotë që ne nuk jemi marrë me atë punë, por kompania ka pasur edhe problematikat e veta sa i përket pjesës së testimit sipas zonave që ata kanë vendosur. Megjithatë, ju e shikoni vetë që janë disa akse rrugore që ka filluar të bëhet për investim, pra po asfaltohen kanalet që janë hapur. Shpresoj të mbarojmë sa më shpejt, sidomos rrugët kryesore mos të kenë këtë problematikë. Po presim, ne jemi gjithkohës që ushtrojmë presion kompanisë të bëjë maksimumin, dhe ata japin diku llogari që është Banka Gjermane për Zhvillim, megjithatë presim përpara. Që do thotë sezoni turistik e këtij viti do ta gjejë ndryshe Vlorën në krahasim me një vit më parë. Sezoni turistik, shiko, Vlora është e gjitha kantierët ndërtimi, ju e keni parë, dhe duhet mirë kuptojnë qytetarët. Këto investime do bëhen duam s'duam ne, dhe nuk bëhen brenda ditës, e thash edhe pak më parë. Megjithatë, një lajm i mirë është që do të fillojë shtrimi i rrugës nga tuneli deri në Radhim, pra deri në pothuajse deri në Orikum, që është gjë shumë e mirë, do të asfaltohet e gjitha. Gjë e cila sjell edhe një lloj shprese për gjithë ata që operojnë apo bëjnë biznes në atë zonë, dhe patjetër pastaj gjithë akset kryesore në qytetin e Vlorës, në bashkëpunim me kompaninë kontraktore që po merret me këto punë, unë thash pak më parë, do të bëjmë maksimumin që ta minimizojnë sa të mundë, nuk po them që do shtrojnë gjithë Vlorën brenda një muaji e gjysmë, që do të jetë utopike ta them këtë. Megjithatë po ecim me ritme deri diku të kënaqshme. Në Vlorë janë një pjesë e mirë e akseve rrugore ku ka ende problematika për shkak të çarjeve nga projektet e ndryshme, siç është ai i ujësillësit, ndërsa synohet që gjatë sezonit turistik të mos ketë asnjë rrugë të pashtruar apo problematika të ngjashme.